Mirë se vini në A2 sot, shikues të nderuar, ju njoh fillimisht me titujt kryesor të kësaj hapësire informative. Gjyqtarit Astrid Kalaja të vrarë në krye të detyrës qytetare të lamtëmira e fundit, gjyqtare prokurori janë vënë alarm për garantimin e jetës, duke thirrur mbledhje urgjente në Këshillin e Lartgjyqësor të AD të prokurorisë, duke thyer rreshtjen mes njerëzve të drejtësisë dhe politikës. Kreu i gjykatës së posaçme Erion Bani pohoi se asnjë gjykat nuk i plotson kushtet e sigurisë dhe kërkoi praninë e policisë në çdo sallë gjyqi. Çmimet e ushqimeve dhe shërbimeve vijuan të rriten edhe për muajin shtator, duke çuar inflacionin në 2.4% në këtë ecuri, ndikim patën edhe qerata apartamenteve, teksa buxheti konsumatorëve sa vjen e ulet. Dallimi i varfërisë diferencohet edhe në qarqe, Kukësi dhe kryesisht qytetet në veri mbeten nën mesataren kombëtare. I droguari posaçëm i SBA-s Steve Witkoff dhe dhëndri i presidentit Trump Jared Kushner do të bashkohen bisedimeve mes Izraelit dhe Hamasit në Egjipt, pasi dita e dytë përfundoi pa ndonjë rezultat konkret. Trump pretendon se paqja është afër, por sipas raportimeve, mosmarrveshja mbeten teksa Hamas kërkon garanci të forta nga ndërkombëtarët për pushim të luftimeve. Tre shkencëtar që kanë zhvilluar një lloj të ri të arkitekturës molekulare u vlerësuan me çmimin Nobel për kimin. Eksperimentet e tyre kanë mundësuar mbledhjen e ujit nga ajri i shkretëtirës. Ndalemi më gjithësisht tek zhvillimet e ditës. Në Pallatin e Kongreseve u zhvilluan omazhet për gjyqtarin Astrid Kalaja, i cili u vra 2 ditë më parë gjatë seancës gjyqësore në Apelin e Tiranës. Në ceremoni morën pjesë drejtuesit më të lartë të institucioneve të drejtësisë, profesorë të politikës dhe familjarë të ndjerit. Ngjarja ka rikthyer në vëmendje mungesën e sigurisë të sallat e gjyqit, ndërsa nga politika pati heshtje për përgjegjësitë. Në Pallatin e Kongreseve në Tiranë u mbajtën homazhet në nderim të gjyqtarit Astrid Kalaja, i cili u vra 2 ditë më parë në sallën e gjyqit të Apelit të Tiranës, teksa ishte në krye të detyrës. Familjar, miq, si dhe figura të njohura nga drejtësia dhe politika i dhanë lamtumirën e fundit. Në ceremoni morën pjesë drejtuesit më të lartë të institucioneve të drejtësisë, gjyqtar dhe prokuror nga e gjithë Shqipëria. Mes tyre ishte kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi, kreu i Spakut Altin Dumani, drejtuesi i prokurorisë së përgjithshme Olsian Çela, kryetari i GKK-s Erion Bani, kreu i LD-s dhe kryetari i KLG-s. Homazhet zhvilluan gjithashtu kryeministri Edi Rama, presidenti Bajram Begaj, ish-ministri i drejtësisë Ulsi Manja dhe ministri aktual Besfort Llamallari. Nga opozita mungoi kryetari Sali Berisha, ndërsa të pranishëm ishin disa deputetë të Partisë Demokratike. Pas homazheve, politika zgjodhi heshtjen për çështjen e sigurisë në institucionet e drejtësisë dhe për përgjegjësitë e ngjarjes. As kryeministri Rama, as presidenti Begaj dhe as opozita nuk dhanë komente publike. I vetmi që reagoi ishte ish-ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Ngjarja është trondice. Unë kam deklaruar që është një akt barbar, një kampan alarmi për sigurimin e punojësve të drejtësisë. Nga drejtësia, shqetësimin për sigurinë në gjykata e ngriti kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Siguria është në nivelin 0 dhe them me bindje më të plot dhe ne nuk mund ta lejojmë në një gjë të tillë. Gjyqtarët duan siguri që t'i japin drejtësi. Faleminderit. Ndërsa kryetari i GKK-s Erion Bani theksoi se nevojiten godina të reja për garantimin e sigurisë dhe se prania e forcave të policisë në sallat e gjyqit është e domosdoshme. Sipas kuadrit ligjor në fuqi, besoj jeni në dini që gjitha sallat e gjykimit që në vitin 2010 e mbrapa aktën ligjore thonë që duhet të ketë praninë e forcat të policisë në sallat e gjykimit që të garantojë siguria. Ky është një fakt. Arsyeja pse nuk janë përcaktuar këto do të adresohen dhe do të diskutohen dhe do ketë një lloj reagimi dhe nga ana gjitha organeve shtetërore që kanë kompetencë për të mbikëqyrë mënyrën e zbatimit të sigurisë në gjykata. Ndërsa kryetari i dhomës së avokatisë, Max Haxhia, e konsideroi ngjarjen një plagë për të gjithë sistemin e drejtësisë. Unë tash takova gjithë kolegët tanë gjyqtar, edhe ata janë komplet të lëshuar, janë komplet të demoralizuar dhe biles njëra nga ato më tha na kanë nxjerrë në prit. Dhe kjo është shumë e rëndë të thonë gjyqtarë na kanë nxjerrë në prit. Pas homazheve shtetërore në Pallatin e Kongreseve, kortezhi me trupin e gjyqtarit Kalaja u nis drejt Shkodrës, vendlinjes së tij, ku ai u përcoll për në banesën e fundit në varrezat e Stom Golemit. Gjyqtari Kalaja u vra nga 30 vjeçari Elvis Shkambi, xhaxhai i të cilit Gjon Shkambi ishte palë një çështje pronësie që po gjykoi nga i ndjeri. Sali Berisha akuzon kryeministrin Rama se ka hequr mbrojtjen e policisë së shtetit për institucionet e sistemit gjyqësor, duke cilësuar vrasjen e gjyqtarit Kalaja si pasojë drejt për drejt e kësaj politike. Ai foli edhe për politikën, duke njoftuar nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit Begaj,
ndërsa refuzoi pjesëmarrje në komisionet e reformës territoriale dhe asaj zgjedhore pa praninë e institucioneve ndërkombëtare. Gjyqtari Astrid Kalaja për Sali Berishën u vra nga shteti. Teksa lexoi disa vendime të Këshillit të Ministrave, Berisha pohoi se tashmë gjyqtarët janë pa mbrojtje, pasi forcat e rendit janë nxjerrë jashtë gjykatave me vendim të Këshillit të Ministrave. Duhet të informoj shqiptarët se me një vendim të datës 8/7/2020, Edi Rama ka anulluar vendimin e mëparshëm të qeverisë të datës 28/4/2010, i cili ngarkonte policinë e shtetit përgjegjëse për mbrojtjen dhe sigurinë e gjykatave. Vrasjen e gjyqtarit e shikon të lidhur me një plagë të madhe, siç e cilëson ai vetë gjyqësinë, për të cilën thotë se nxitet nga problemet e shumta të sistemit të drejtësisë. Sipas Berishës, shifrat janë alarmante dhe shton se qytetarët kanë humbur të drejtën e një procesi ligjor të drejtë. Në asgjë vetë gjyqësia nuk justifikohet. Por doni ta dini, ky është rasti flagrant, por u them ju në vetë gjyqësi për shkak këtij sistemi janë qindra të vrarë në Shqipëri gjatë 4-5 viteve të fundit. Shqiptarët, e kemi thonë 100 herë, 200 herë, janë të vetmit në Europë që nuk kanë humbur të drejtë në procesit ligjor të drejtë. Në mbledhjen e grupit parlamentar, lideri demokrat i dha një përgjigje edhe mazhorancës, e cila ka ndërmarrë nismën për ngritjen e 2 komisioneve të posaçme, për reformën zgjedhore dhe ato territoriale. Pretendojnë për 2 komisione. Asnjë komision pa Kongresin e Autoriteteve Rajonale dhe Lokale për reformën territoriale dhe pa Komisionin e Venecias, pa Odirin, Odirin dhe ata, se ata kanë, nuk marrin pjesë. Të vinë institucionet ndërkombëtare. Një paralajmërim kishte edhe për presidentin Begaj, të cilin e quan vasal të Ramës dhe premton se shumë shpejt do të nisin procedurat për shkarkimin e tij. Lëvizja për zhvillim kombëtar është rikthyer propozimit të saj të kahershëm për të sankcionuar dënimin me vdekje për krimet e rënda kundër jetës. Në një deklaratë për mediat, bashkëkryetari i LZHK-s Ekrem Spahia teksa dënoi vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja, pohoi se duhet të gjendet edhe një zgjidhje për problemin e pronave. Përjetoi me shqetësim shumë planesh vrasjen me armë zjarrit të gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjykatës së apelit të Tiranë dhe i shprehim ngushëllimet më të thella familjes së gjyqtarit Kalaja. Në të njëjtën kohë, lëvizja për zhvillim kombëtar që në krye të kësaj deklarate kërkon që ndaj institucioneve shtetërore, të cilat lidhen me çështjen e pronës së familjes së personit që sipas tij humbi durimin dhe kreu vrasjen, të mbajnë përgjegjësi ligjore për zvarritjen për 3 dekadash të çështjes së pronave të familjes Shkëmbi. Lëvizja për zhvillim kombëtar, duke qenë jo vetëm e shqetësuar për këtë situatë, por edhe obliguar për të sugjeruar zgjidhje, ka kohë që ka sugjeruar të rishikohen dhe të ashpërsohen sanksionet penale, duke përfshirë këtu edhe vendosjen e përkohshme të dënimit me vdekje për krimet shumë të rënda kundër jetës. Mazhoranca ka hedhur hapin e radhës drejt ndryshimeve në hartën territoriale dhe kodin zgjedhor, duke propozuar ngritjen e 2 komisioneve të posaçme, por pa i njohur opozitës paritetin dhe të drejtën e vetos që tradicionalisht ka pasur. Socialistët, mbështetur nga mandatet e PSD-s, i kanë numrat për të kaluar vetëm këto reforma, ndërsa demokratët përballen me dilemat e aksionit politik. Mazhoranca avancon një idetë e saj për të ndryshuar hartën territoriale të vendit së bashku me ndryshimet në kodin zgjedhor. Në tavolinën e konferencës së kryetarëve kishin shkuar 2 projekt vendime që parashikonin ngritjen e 2 komisioneve të posaçme, një për reformën administrativo-territoriale, tjetri për reformën zgjedhore, por me një qasje të re. Nisma tjetër ka të bëjë me komisionin e posaçëm të reformës administrative territoriale. Në formë është i njëjtë, le të themi në formë
projekt vendimi për katër si ku vendi duhet të ketë paritetin e përfaqësimit mes mazhorancës dhe opozitës, sikurse ka qenë edhe në 2 komisionet e tjera të posaçme të reformës zgjedhore administrative. Ky zotim i kryetarit të grupit parlamentar socialist dhënë të hënën e kësaj jave rezultoi mos ishte i vërtet pasi me propozimet e reja majoranca as nuk e ka çuar ndërmend paritetin e numrave në komision dhe as të drejtën që ka pasur tradicionalisht opozita në të tilla komisione, atë të vetos në ana e bashkëkryetarit. Komisioni i posaçëm përbëhet nga 17 antar, nga të cilët 9 janë përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, 6 përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, 1 përfaqësues i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe 1 përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë. Emrat e antarëve të tij do të përcaktohen me vendim të kuvendit. Përballë kësaj qasje, pyetja që shtrohet është nëse a do të mund të gjendet konsensusi për të dy reformat. Ndarja politike në sallën e kuvendit të krijon idenë se jo, pasi 83 mandateve të saja, plus 3 mandate të PSD-s, përfaqësuesit e të cilës kanë dëshmuar unitet me socialistët për gjatë gjithë legjislaturës së shkuar, te kalon numrin e nevojshëm për të miratuar këto dokumente, 84 të tilla. Nga ana e tyre, socialistët kanë treguar gjithashtu se kur kanë numrat, nuk e mendojnë dyherë për të kaluar aktet. Diçka të tillë e bën në 2020-ën, duke ndryshuar edhe kushtetutën, por edhe në 2014-ën, duke ndryshuar hartën territoriale të vendit me LSI-n, atëherë në koalicion, ndërsa demokratët përballë këtij realiteti do të kenë disa ditë më shumë kohë për të menduar se çfarë do të bëjnë, pasi ngritja e komisioneve u shtyp për mbledhjen e ardhshme të konferencës së kryetarëve. Çmimet vijuan të shtrenjtoheshin edhe muajin e shkuar. Inflacioni, treguesi i vlerësimit të paras përballë rritjes së çmimeve, u rrit në 2.4% në shtator. Në këtë çuri ndikim patën edhe qirata e apartamenteve. Çmimet e produkteve dhe shërbimeve u rritën edhe muajin e shkuar. Ato kushtuan 2.4% më tepër se shtatorin e një viti më parë. Pension 138.000, rritje 3.000 lek, do shkosh me ashi byrek, 3 ditë, që marru me to, 120.000 lek, kush me shpegon? Zarzavatet si duken? Shumë të mira janë, ne si hamdot, morëm çaj, se jemi me grip, mos a njës dhe gripës e gjunaf, kjo është më veti. Inflacioni, treguesi i vlerësimit të paras përballë rritjes së çmimeve, u zgjerua me 0.1% krahasuar me gushtin e këtij viti. Në përgjithësi, çmimet që janë domosdoshme për tryezën shqiptare nuk janë se kanë qenë shtret perimet e këto, ndërsa tani që fillon duke ardhur dimri fillojnë të rriten pak çmimet sepse ulën temperaturat edhe çmimet vazhdojnë të rriten. Po, në përgjithësi kam kohë që ashtu ke pazari, nuk është se është keq, po ja dha që kënaqme sa duhet. Veç ushqimeve të cilat u shtrenjtuan me 1.8% krahasuar me shtatorin e një viti më parë sipas përllogaritjeve të Institutit të Statistikave, në rritjen e inflacionit në shtator, ndikim patën edhe qirat e apartamenteve. Kjo si pasojë e flukseve të shtuara të studentëve që kërkonin një stren në prag të vitit të ri akademik. Çmimet janë rritur, domethënë, brenda një viti me 20 dhe me 25%. Diçka që është e vështirë edhe për popullin. Flukset e shtuara të turistëve nga ana tjetër bën që inflacioni gjatë shtatorit te baret dhe restorantet rritej në 2.5%, nga 2.2% që ishte në gusht. Mendoj që ne kemi hyrë në një trajektore konstante dhe të qëndrueshme rënëse të inflacionit. Parashikimet e Bankës Shqipërisë kanë qenë të kujdesshme, të matura, megjithse në disa raste nuk kanë qenë për të njëjtën periudhë se kur mund të arrihet në të njëjtin moment se kur mund të arrihet futja e inflacionit në objektiv. Ekspertët paralajmërojnë ndërkohë se kërcënimi i një vale të re të inflacionit mbetet i gjallë, sidomos për shkak të zhvillimeve gjeopolitike në lindjen e mesme, Ukrainë dhe tensioneve tregtare globale. Një rritje të inflacionit në këto momente janë po të njëjtët faktorë që e shkaktuan 1, 2 apo dhe 3 vite më parë, që kanë bëjnë me çrregullimin e tregjeve, sidomos tregjeve të energjisë, naftës, energjisë elektrike, disa madrave kryesor ushqimor dhe mbi të gjitha shumicën e vështirësive të tregtisë ndërkombëtare, si pasojë e konflikteve dhe në lindjen e mesme dhe në gjirin persik. Edhe Banka e Shqipërisë në deklaratën e fundit nënvizoi se rreziqet e jashtme nuk janë kaluar, ndaj
politika monetare dhe financiare mbetet në gatishmëri. Shqiptarët janë të pabarabartë në varfërinë e tyre, Tirana është qarku më i pasur, ndërsa Kuksi më i varfri, me diferencë të konsiderueshme. Pasojat e mospasjes janë të shumta. Tirana është vetëm maja e icebergut për sa i përket varfërisë. Fotografia bardhëzi e mospasjes gati në mjerim shfaqet më e gjallë se kurrë në rrethe. Bashkë me kryeqytetin, vetëm Fieri, Durrësi, Korça dhe Shkodra patën vitin e shkuar sipas Institutit të Statistikave shpenzime për familje afër me mesataren kombëtare. Janë dy Shqipëri që ndeshen gjithë kohën. Është një Shqipëri reale, atyre që më shumë se 50% të punësuarve në sektorin privat dhe publik janë deri në nivelin e minimumit etik llogaritur apo deri në nivelin e pagës minimale, të shpërblyer për punën e tyre. Dhe janë edhe Shqipëria, kjo është Shqipëria reale, dhe Shqipëria virtuale, e cila rreket krijohet nga zoti Rama, ekipi i tij dhe përgjithsisht elita politike e vendit. Qytetarët e Durrësit, Vlorës, Beratit, Korçës, Dibrës, Elbasanit, Lezhës e Kuksit, sipas Instat, patën shpenzime mujore ndjeshëm më të ulta. Kuksi rezulton të jetë edhe qarku më i varfër në shkallë vendi. Aty shpenzimet mujore mesatare për familje vjet ishin në rreth 75.000 lek, nga mbi 108.000 lek në Tiranë dhe 93.000 lek në shkallë vendi mesatarisht. Atëherë kjo është dilema e madhe që kanë sot një pjesë e madhe e qarqeve e bashkive të Shqipërisë, por ky është edhe problem kombëtar. Pasojat e mospasjes janë të shumta. Shpopullimi është më i dukshmi. Për fat keq ne kemi individ që qeverisin, por ne nuk kemi institucione akoma. Ajo çfarë ne nuk kemi qenë në gjendje të ndërtojmë, edhe pse sistemi ynë funksionon në këtë mënyrë, është pikërisht fakti që s'kemi arritur të ndërtojmë ura midis kontributeve në tatime taksa, që kontribute që japin të gjithë qytetarët, kryesisht në formë të taksave indirekte, dhe përfitimeve që vijnë nga këto taksa, domethënë shndërrimit të tyre në të mira publike. 1 në 3 shqiptar jetoj në kushte të vështira ekonomike gjatë vitit të shkuar, kjo sipas avokatit të popullit për shkak të nivelit të ulët të ndihmës ekonomike, pagave dhe buxheteve të kufizuara të bashkive për mbrojtjen sociale. Duhet ketë ai qark, pra politikat në këtë drejtim mungojnë shumë, duke filluar edhe nga ato politikat e koezionit social, politikat për zhvillimin e infrastrukturës. Një tjetër problem që lind si pasojë e varfërisë në rrethe është edhe shtimi i familjeve që kërkojnë ndihmë ekonomike. Kjo përkthehet më pas në më shumë para të harxhuara nga buxheti i shtetit dhe frenim të investimeve. Në zonat rurale të qarkut të Gjirokastrës, interesi grave për të kryer mamografinë edhe në muajin e dedikuar si Tetori Roz është thuajse zero. Mjekët apelojnë që edhe këto gra duhet gjejnë mundësinë për të ardhur dhe për të bërë ekzaminimet falas. Sensibilizimi ndër vite i Tetorit të Roz dhe apeli për ekzaminime me qëllim konstatimi sa më shpejt dhe parandalimin e pasojave të kancerit të gjirit ka bërë që edhe në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës në javën e parë të Tetorit të ketë një interes në rritje të grave për të kryer mamografinë. Ndërsa në qytet ka një sensibilizim, mjeku apelon që nuk ndodhe njëjta gjë në zonat rurale. Në fshatra, në pamundësi për të realizuar mamografi mobile, gratë janë thuajse të pa interesuara për të ardhur në Spitalin Rajonal. Për këtë arsye, mjeku apelon që pavarësisht largësisë apo kushteve, duhet të vinë që të bëjnë një ekzaminim. Fillimi i muajit tetor ka pasur një rezultat të mirë, po themi, kuptohet që ka pasur gratë interesuara për të marrë këtë lloj shërbimi. Fillimi është i kënaqshëm, presim më shumë. Të gjitha qendrat urbane, po themi, kanë një sensibilizim të shtuar, po flasim qytetet bazë, kurse zonat rurale e kanë vëmendjen diçka më të ulur. Unë nëpërmjet televizionit tuaj bëj thirrje të gjithë grave, nënave dhe motrave të cilat banojnë aktualisht në zonat rurale të paraqiten sa më shpejt pranë institucionit tonë. Kuptohet, mosha bazë është mosha 40 vjeçare. Ne kemi ulur diçka fashën tek mosha 35. Aparatura e mamografisë në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës është e vetmja në të gjithë qarkun.
Tre shkencëtar që kanë zhvilluar një lloj të ri të arkitekturës molekulare u vlerësuan me çmimin Nobel për kimi. Në eksperimentet e tyre kanë mundësuar mbledhjen e ujit nga ajri i shkretëtirës. Shkencëtarët Susumu Kitagawa, Richard Robson dhe Omar Yagi fituan çmimin Nobel në kimi për zhvillimin e një forme të re të arkitekturës molekulare, duke prodhuar materiale që mund të ndihmojnë në përballimin e sfidave, të tilla si ndryshimi i klimës dhe mungesa ujit të pijshëm. Tre laureatët punuan për të krijuar konstruksione molekulare me hapësira të mëdha përmes të cilave mund të rrjedhin gazra dhe kimikate të tjera dhe që mund të përdoren për të mbledhur ujë nga ajri i shkretëtirës, për të kapur dioksidin e karbonit ose për të ruajtur gazra toksik. Ato cilësohen si korniza organike metalike. Akademia Suedeze Mbretërore e Shkencave ka vendosur të japë çmimin Nobel për kimin shkencëtarëve Susumi Kitagawa nga Universiteti i Kyotos në Japoni, Richard Robson nga Universiteti Melbourne, Australi dhe Omar Yagi nga Universiteti i Kalifornisë në SBA për zhvillimin e kornizave organike metalike. Një prej shkencëtarëve, Kitagawa, u shpreh thellësisht i nderuar nga ky vlerësim. Tre fituesit do të ndajnë çmimin e 1.2 milion dollarëve. Puna e tyre ka të bëjë me mënyrën se si molekulat mund të ndërtohen së bashku në struktura. Komiteti i Nobelit e ka cilësuar këtë arkitekturë molekulare. Ky është çmimi i tretë shkencor që jepet këtë javë, ndërsa më herët u shpallën fituesit në fizikë dhe mjekësi. I dërguari i posaçëm i SBA-ve Steve Witkoff dhe dhëndri i presidentit Trump Jared Kushner do të bashkohen bisedimeve mes Izraelit dhe Hamasit në Egjipt pasi dita e dytë përfundoi pa ndonjë rezultat konkret. Trump pretendon se paqja është afër, por sipas raportimeve mosmarrveshjet mbeten teksa Hamas kërkon garanci të forta nga ndërkombëtarët për pushim të luftimeve. Qindra trupa të gardës kombëtare nga Teksasi kanë mbërritur në një qendër stërvitje ushtarake jashtë Chicagos për të mbështetur fushatën e presidentit amerikan Donald Trump kundër emigracionit. Trump e ka quajtur Chicagon një zonë lufte pas protestave të fundit kundër zyrtarëve federal të emigracionit në qytetin e tretë më të madh të SBA-s. Distrogimi vjen mes kundërshtive të forta nga zyrtarët lokal. Guvernatori i Illinois ka akuzuar administratën Trump për një marshim autoritar dhe tha se shteti do të përdorë çdo levë në dispozicion për të ndaluar këtë marrje pushteti. Trump pretendon se përdorimi i trupave është i nevojshëm për të luftuar dhunën dhe krimin në qytetet demokrate. Numëron edicionin e 11 Festivali Letrar për të rinj Tirana Gate 2025 prej 5 vitesh është kthyer në një festival ku emra të rinj të letërsisë dialogojnë me letërsinë që kultivohet edhe nga emrat e afirmuar. Mesdheu dhe Europa në letërsinë bashkëkohore është kryefjalë e 3 ditëve festival për letërsinë. U krijua më shumë se një dekadë më parë si konkurs për të rinjt, më pas u kthye në një festival. Pas performancave u krijuan panele diskutimi. Asnjë libër nuk shitet këtu, sepse ky festival rreket i tregoj librit rrugën drejt lexuesit, pa tregu në mes, vetëm përmes dialogut. Si organizator besojmë se ky festival me emrin simbolik Tirana Gate nuk është thjesht një ngjarje, por një platformë për të dëshmuar se letërsia është mënyra më e fuqishme për të qëndruar në mesdhe. Përmes saj brezat e rinj marrin guximin të ruajnë rrënjët e tyre dhe njëkohësisht janë pjesë e një bote gjithnjë në lëvizje. Në këtë akt të qëndrimit nuk ka pasivitet, por krijim. Të rinjt krijojnë duke e përballuar kohën me fjalë dhe duke i dhënë botës dritë nga brigjet e këtij mesdheu. Këtë vit festivali nuk harron edhe misionin e vet, për t'i dhënë zë atyre që vuajnë, atyre që dhembja u flet shumë. Një lloj sikurse 2 vjet më parë, festivali i dedikoi një hapësirë të veçantë Ukrainës, që lëngon në luftë. Këtë vit zë do të kenë vargjet poetike që vijnë nga Palestina. Dhe këtë festival do të bëhet zëri i tyre, nuk është hera e parë që festivali Tirana Gate mban zërin, edhe sjell zërin e shkrimtarëve dhe poetëve të cilët nuk munden ta shprehin. Këtë e kemi bërë përpara 2 vitesh në seksionin për Ukrainën, do ta bëjmë si vjet për Palestinën. Ky seksion do të jetë nesër në orën 18:30, prandaj do dëshiroja të gjithë ata që janë të interesuar, do të lexojmë poezi nga poeti palestinez Mahmoud Darwish dhe do të kemi një video direkte nga Gaza me poeten Nima Hasan.
e cila bëhet pjesë e këtij festivali, do mendoj që nderon festivalin me fjalën e saj. Festivali Tirana Gate 2025 mirëpret këto 3 ditë në Liceun Artistik 7 autor të huaj nga Mesdheu dhe Përtej. Ato së bashku me emrat mikpritës të kësaj dere letrare do të diskutojnë në panele dialoguese, po aqsa edhe do të përcjellin në gjuhët e tyre veprën. Ishte gjithçka për këtë hapësirë informative. Ju kujtoj se për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit adysjen.com, sikurse mund të informoheni në kohë reale dhe përmes rrjeteve tona sociale. Newsroom vjen pas pak, bashkë mirupafshim.